Të lushtak, çka lype njësitë e specializume atë në Skënderaj, kur ndodhi, ajo çfarë ndodhi me rastin? Çfarë ndodhi? Ku u grushtua, një person doli i gjakosur, një person që është zëvendës ministër. Nuk është një person. Zëvendës ministër, veç nuk më le me kry dhe në fund, se zëvëm, mandive, po ministër nuk mandive. Pra, një zëvendës ministër, doli fotografi, kandidat për deputet, doli i gjakosur. Pra, në foto u shfaq si i gjakosur. Pse u doft me shku njësitë specializuara në Skënderaj? Së pari është sulmu një zëvendës ministër, një kandidat për deputet edhe kryetari i qendrës. Ajo është qytetar, para se që thashë qytetar është i barabart. Edhe me ndodhë mu, edhe ati jena dy gjakosun. Jo. Pse që lënaj, që ka ma shumë se unë? Më falë. Absolut, s'ka asgjë më shumë se ti, përveç... Paraligjit janë në bërë? Jo, përveç sa është sulmu për qëndrimet e ti politike. Në kuptoni. Të më thonë, aj përfaqëson një subjekt politik. A mundet me shku njësitë specializuara për mi mbrojtë qëndrimet politike? Veç kaj? Aj është pjestar, pjesë e një qeverie, është pjesë e ekzekutivit. Përfaqëson një qëndrim politik edhe një qeveri. Dhe është sulmuar nga një kryetar komunë. A pëtoni, tash, ne duhet... Ka i di që to veç pse njësitë speciale me shku në Skënderaj? Se shumë let po kaluhet prej zëvendës ministri është sulmu nga kryetari i komunës. Kjo nuk dihet. Jo dihet shumë mirë. Janë videot të tri. Që po të duhet me vërtetua, po? Jo, tash të falë. Janë videot të cilat në fazën fillestare janë shly nga divjari, forenzika i ka këthy, janë hetimet dhe prokuroria i ka në dorë. I keni parë? Inqezimet, kam parë raportin e inqezimet, jo inqezimet. Ku qartë shijet, kryetari komunës, i cili pastaj në polici, mohon këta, nuk është burë me të pranu faktin, po mundohen me pronarën e lokalit mi fshin qëzimet, pa tjetër që edhe pronari do të ndiqet penalisht për dëmtim të provave, dhe mbas të këtyre inqezime fshihet qartë që vetë që ai, por edhe të tjerët pas ti, sulmojnë zëvendës ministrin edhe personat që kanë qenë me te duke pirë kafe në tavlinën e tyre. Pas kësaj vazhdojnë kërcënimet. Edhe tash Skënderaj është si çdo pjesë e Republikës të Kosovës. Në Mitrovic, në Prishtinë, në Kaçanik, në Prizren, gjithkund ka gjitha njësitë policore që duhet t'i ketë. Nuk po shoh asgjë të jashtëzakonshme, asgjë të papritur, që policia Kosovës të kryej detyrat e saj, si mbas vlerësimit vetë policisë. Qatë kish pas njësi speciale pak më shumë Skënderaj. Prokuria ka cilësuar që të lëndim të lehtë trupor. Pra, për lëndim të lehtë trupor, dërgojnë njësitë të specializuar. Këtu ka ndonë një plagosje, do më thonë plagosje e një personi, që nuk është person publik. Pra, nuk përja përmendë emnin, pavarësisht historisë ti, nuk përja përmendë emnin, o plagos edhe ka qenë në rrezik për jetë. Janë shku pra njësitë të rregullta policore me hetu rastin. Ermal, është vlerësim i policisë të Kosovës, se në cilin moment, cilin njësit duhet të shkojë. Pra, ju e vlerësoni të rrezikshëm Samil Lushtokun? Nuk po them unë, asë është i rrezikshëm, asë i pa rrezikshëm. Unë po them, një kryetar komune ka sulmu në tavlinën e tij një zëvendës ministër. Kjo nuk të ndodh askund në Evropë, në vendet demokratike. Ju thatë më herët që i jep një urdhra drejtorit policisë. A i keni dhënë urdhër drejtorit policisë që me dërgu njësitë të specializuara në Skënderaj? Jo, unë a i jap urdhra drejtorit policisë për të stabilizuar situatën, kaq. Nuk jap urdhra